Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Për dersit fundit të kitabut Tauhidit kam bërë me lexu edhe çështjet që autori sjell në fund temës. Pra ishte tema 18, ku autori si temë sjell fjalët e Allahut subhanahu wa taala, ku i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe i thotë: innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk mundesh me udhëzu atë që e don. Mirpo Allah subhanahu wa taala udhëzon kënd dëshiron. Edhe sjellëm edhe hadithin i cili tregon shkakun e zbritjes të ajetit. Pra ngjarja që ka ndodhur mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe mes Haxhës tina, i cili në momentet e fundit të vdekjes, pasi që do të thonë thirrën në Islam, refuzoi me pranu Islamin edhe do të thonë vdeq sikur mushrik. Edhe autori thotë fihi mesai, në këtë temë shtjellohen apo përfitohen disa çështje. El ula e para thotë alaykum salam tafsiru qawlihi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Përfitohet komentimi i fjalës të Allahut subhanahu wa taala apo fjalëve të tij ku i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë ti nuk i mundësi me udhëzu atë që e don. Pa që është e shpjeguar në dersën e kaluar, atë që e don udhëzimin e tij. Jo atë që e don personalisht. Edhe shpjeguam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mundësi asnjë me udhëzu përderisa është gjallë. Atëherë si ka mundësi me udhëzu dikon pasi që të vdes? Allah subhanahu wa taala ka thënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam surën Jinn, në ajetin e 21, "Qul inni la amliku lakum darran wala rashada." Thuaj atyre, unë nuk posedoj për juve, nuk zotroj për juve as dëm e as udhëzim, pra as dobi. Kjo thamë është në dorën e Allahu subhanahu wa taala. Kurse udhëzimin cilën e posedon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sqarimi i të vërtetës. Pra ajo sqaron njerëzve, i drejton në rrugën e drejtë. Ja hap rrugën përpara me ditë se cila është rruga që duhet ndiqet. A udhëzimi i cili vendosen në zemra, kjo është vetëm dorën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vazhdon thotë e thanjetu tafsiru qawlihi ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba. Ku Allah subhanahu wa taala thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarëve nuk ju takon, pra kanë ndaluar me kërku falje për mushrikët, edhe nëse ata janë më të afërmit e ty. Pra shpjegum se dersën e kaluam që komentimi i këtij ajeti është se Allahu këtu po na bën qartë që është haram, është ndaluar me kërku falje për mushrikët, pavarësisht a janë gjallë apo të vdekur. Dhe gjithashtu me kërku prej Allahut me mëshiru ata. Pa istighfari edhe me bë tarahum, pra me kërku mëshirë për ta prej Allahut, është ndaluar. Mirë, ajo që dohet bëjmë është që ne do të lutemi për ta që Allahu më udhëzon rrugën e drejtë. Kjo është e lejuar. Edhe këto rreziku vjen kur disa njerëz pasi të dëgjojnë apo të mrin lajmi që ka vdekur ndonjë kryetar jo besimtarëve, ndonjë udhëheqës i shtetit e kështu me radhë, i thonë marhum, pra i mëshiruari, ose që thonë te na rahmetlia. Kjo është ndaluar. Nga se kundërshton këtu fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Pasi nuk lejohet ne më lut Allahun që më mëshiroj ato. Ose edhe më keq me thonë një të vendosur që është i mëshiruar, pra ka mëshiruar Allah. Përderisa është ndaluar më lut, atëherë është ndaluar edhe me thonë se ai është i mëshiruar, pra rahmetlia, po që thonë arabisht merhum. Po ashtu është ndaluar që me shfaq hidhrimin apo pikëllimin kur vdes ndonjëri prej tyre. Ja halqallah. Pra me majt zije kështu më radhë. Kjo është ndaluar, Allah subhanahu wa taala na ka ndaluar me këto fjalë në Kur'an. Pastaj vazhdon autori thotë e thalithatu wa hiya al-mas'alatu al-kabira. Çështja e tretë është çështja e madhe që përfitohet në këtë temë. Pra çështja e madhe që ka të bëjë me këtë temë. Tafsiru qawlihi kul la ilaha illa Allah bi khilaf ma alayhi men yad'i al-ilma. Thotë këto komentohen fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i thotë Haxhës tij thuaj la ilaha illa Allah.
thotë që është koment ndryshe nga ajo që pretendojnë ata cilët, ose nga ajo që e komentojnë ata cilët e pretendojnë dijen, po pretendojnë që janë dietar. Po qëllimi e këta është se agja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka kuptuar shumë mirë domethënien e fjalës la ilaha illallah. E që kuptimi i kësaj është që do të distancohet njeriu, do të shfaqsohet për çdo të adhuruar tjetër për Allahun subhanahu. Po do të mu distancohet, mu largu i çdo kujt tjetër që adhurohet vetëm Allahut subhanahu. Për këtë arsye edhe ka refuzuar me thonë këtë fjalë. Nga se e ka ditë kuptimin e saj, i ka ditë gjërat që i kërkon më do mos kjo fjalë, domosdoshmërisht edhe obligimet që dalin prej kësaj fjale. Prandaj edhe ka refuzuar me thonë këtë fjalë. Prandaj autori po thotë bi khilafi ma alayhi man yad'i ilma. Në kundërshtim apo ndryshe prej komentimit që ja dhajnë ata të cilët e pretendojnë dijen, pro pretendojnë që janë dietar. Qëllimi e këto fjalë të autorit është sparek për ata cilët quhen mutakellimun, për ata cilët kanë i thonë vetës që kanë dije rreth kelamit, pra apologetikës apo filozofisë kështu më radhë. Çush e komentojnë ata, apo çfarë thonë ata rreth kuptimit të fjalës la ilaha illallah? Thonë fjala ilah është al-qadiru ala al-ikhtira', i fuqishëm për me shpik, për me kriju. Prandaj thonë kuptimi i fjalës la ilaha illallah është nuk ka të fuqishëm për me kriju edhe për me shpik përveç Allahut. E kjo është e kotë. Pra qëllimi është përkthimi apo komentimi i fjalës la ilaha illallah në këtë mënyrë është e kotë. Përkundrazi na e dimë se nuk ka të fuqishëm për krijim edhe për shpikje askush përveç Allahut subhanahu taala. Mirë, po kjo nuk është kuptimi dhe domethënia e fjalës la ilaha illallah. La ilaha illallah do thotë la ma'budun haqqun illa Allah. Nuk ka të adhuruar meritor me drejt askush tjetër përveç Allahut. Nga se sikur ne ta komentonim fjalën la ilaha illallah, çka kanë komentuar këta, pra që nuk ka të fuqishëm për me kriju apo për me shpik përveç Allahut, atëherë prej kësaj rezulton që edhe mushrikët që kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që kanë kundërshtuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe kanë luftuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me pasurinë e tyre, me fuqinë e tyre, me gjitha mundësitë e tyre, ishin po musliman. Nga sa ata e kanë besuar që Allahu vetëm Allah subhanahu taala është krijuesi dhe shpikës, dhe nuk ka krijues dhe shpikës tjetër përveç Allahut subhanahu taala. Pra ajo që kuptohet prej fjalës të autorit Allahu mëshiroft është se me këto fjalë ka për qëllim ehlul kelam. Pra ata të cilët thonë se e posedojnë dijen e kelamit apo logjetikës. Pra ata fjalën la ilaha illallah e komentojnë dhe interpretojnë vetëm me tauhidin rububia. Për këtë arsye shumë prej tyre dhe adhurojnë tjerë përveç Allahut subhanahu. Adhurojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Adhurojnë evlijatë kështu më radhë, thonë që me gjithë këtë thonë na jemi musliman se themi la ilaha illallah. Po ashtu në këto fjalë të autorit hyn edhe ata të cilët e pretendojnë dijen mirë, po nuk e kuptojnë domethënien e fjalës la ilaha illallah dhe gjërat që i kërkon kjo fjalë. Prandaj ata për çdo kon i cili e thot këtë fjalë gjykojnë që është musliman. Edhe pse ai ndoshta e shfaq haptazi kufrin e qartë. Për shembull, i adhuron varret, i adhuron tyrbet, të vdekurit, idhujt e tjerë kështu më radhë. Pra, therr kurban për ta, zotohet në me tyne, i thirr o filan, pra me kërkon ndihmë prej tyre, kërkon shpëtim dhe ndihmë prej tyre kështu më radhë. Pra, shfaq haptazi shirkun edhe kufrin e qartë, e megjithatë thonë përderisa i thot la ilaha illallah është musliman. Apo disa prej tyre edhe i bojnë halal disa harame që i kanë dalë, disa gjëra që i ka bërë haram Allah subhanahu taala i kanë ndaluar. Për shembull zinan apo pirjen e alkoolit, mishin e thirrut e kështu me radhë. Apo gjykojnë me ligje të tjera, përveç ligjeve të Allahut subhanahu taala. Apo i marrin partë e tyre. Po pavarësisht ajo të parë në fe apo në dunja. Po çështja e dunjas sikur zota që adhurohen vetëm Allahut subhanahu taala. Prandaj këta njerëz të padijshëm, sikur të kishin pas zemra për meselave meditojnë, kuptojnë edhe logjikojnë, atëherë kishin ditë se fjala, kuptimi i fjalës la ilaha illallah është që njeriu do të shfaqsohet dhe distancohet nga adhurimi çdo kujt tjetër përveç Allahut subhanahu taala. Jam ia dhon besën. Beslidhjen e Allahut subhanahu taala që kemi kryer obligimet, gjërat me të cilat ka ngarkuar Allahu subhanahu taala. Pra drejtat e Allahut subhanahu.
edhe kemu largu pi harameve, pi gjinave. Për këtë tregojnë fjalët e Allahut subhanahu wa taala sura Al-Baqara, ku thotë me yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa la infisama laha. Ai se le mohon taghutin, pra i mohon gjërat që adhurohen vetëm Allahut subhanahu wa taala. Edhe beson Allahun, atëherë kjo është pa për lidhjen më të fortë, që kur nuk shputet. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka përshu xhavarisht, çuçi ka përshu? Ka thënë që ata kanë namaz shumë, agjerim të shumë. Sa që ju ka thënë sahabëve që ju keni me nënçmu apo keni me përçmu adhurimin e juve kur e krahasoni me adhurimin e tyre. S'kam ju do kurrë që po bëni për hir të Allahut. Edhe ka treguar që ata lexojnë shumë Kur'an. Edhe Kur'ani është i stërmbushur me fjalën la ilaha illallah, edhe pohimin e tauhid al-uluhiyya. Megjithëse këtë pejgamberi sa son ka gjykuar për ta që bojnë kufër, pa që dalin prej fesë. Ka thonë yamrukuna min as-sahmi kama yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyya. Dalin prej fesë ashtu që është dal shigjeta prej gjahut. Po megjithëse këto vepra të mëdha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po shikon për ta që bin kufër, edhe dalin prej fesë. Prandaj këta njerëz kanë keq kuptuar dhe keq interpretuar domethënien e fjalës la ilaha illallah dhe kanë menduar që çdo kush i cili e thot fjalën la ilaha illallah, thjesht nëse vetëm e thot me gjuhë, atëherë ai është musliman. Edhe pse pitina shfaqen vepra të qarta të kufrit dhe të shirkut. Kurse sikur të kishin kështu, ata nuk kishin ndodhur miqësia dhe lufta mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mushrikëve në kohën e tij. Nga se mushrikët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë kuptuar shumë mirë fjalën la ilaha illallah. Edhe kanë kuptuar që qëllimi i saj është që ose domethënia e saj është që mos më adhuro as tjetër përveç Allahut subhanahu. Prandaj edhe kanë refuzuar me thonë këtë fjalë. Qoftë thjesht me thonë vetëm me gjuhë. E kanë refuzuar, nuk e kanë pranuar. Për këtë arsye autori më një herë pas saj na sjell çështjen e katërt. Ja thotë Rabi'atu anna Aba Jahl wa man ma'ahu ya'rifuna murad an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha qala lir-rajuli qul la ilaha illa Allah. Faqabbaha Allahu man Abu Jahl a'lamu minhu bi asl al-islam. Andaj thot Abu Jahli, edhe ata që ishin me të, e kanë ditë shumë mirë qëllimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i ka thonë miqës tina, thuaj la ilaha illallah. Pra kanë ditë shumë mirë çka do të thonë fjala la ilaha illallah. Abu Jahli edhe ata që kanë qenë afër aty, do thotë në prezant në atë ngjarje. Për këtë arsye më një herë do thotë kanë refuzuar. Edhe nuk e kanë pranuar dhe i kanë thonë Abu Talibit, e tarqabu amillati Abdul Muttalib. Apo ja kthen shpinën fesë të Abdul Muttalibit. Pra e kanë kuptuar çfarë do të thonë fjala la ilaha illallah, çka kërkon ajo. Pra që nuk është një fjalë që thjesht thuhet me gjuhë. Mirë, po ka obligime. Ka gjëra që kushte që do të patjetër mi plotësuar për njeriu të thotë fjalën la ilaha illallah. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala në surën Safat në ajetin 35-36, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Të gjendja atyre ka qenë që nëse dikush ju ka thonë atyre la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar me të drejtë, pra që Allah ata më herë thotë janë treguar me një vaj dhe arrogancë, se kanë pranuar këtë fjalë. Wa yaqulun inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Edhe thonë çysh me lën na të adhuruarit ton, zotat ton që pe adhurojna për një poet të shmendur. Po kjo tregon se Abu Jahli e ka kuptuar më mirë domethënien e fjalës la ilaha illallah se sa disa prej njerëzve që sot e pretendojnë Islamin. Do që falen, agjerojnë kështu më radhë, pastaj me adhurimet e tyre i drejtojnë dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu. Pra Abu Jahli ka kuptuar shumë mirë se fjala la ilaha illallah do thotë që me braktisë adhurimin e tjerë përveç Allahut subhanahu. Kurse këta të sotshme nuk e kuptojnë to. Pra nuk e kuptojnë që fjala la ilaha illallah do thotë që ti me braktisë edhe mos me adhuru varët ose të vdekurit. Kjo është një kuptim i madh, cilën Allah subhanahu taala ja jep atij që dëshiron me udhëzuar në rrugën e Allahut subhanahu taala. Po kjo është akidja e saktë. Edhe ai që thirr rrugën e Allahut subhanahu taala do ta kuptojë këto. Do ta ketë këtë fiqh, këtë kuptuar të fesë. Ase kjo është fiqhu dawa, kuptimi apo fiku i davet të thirrjes. Po
me u tregu njerëzve se mushrikët e kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë kuptuar shumë mirë fjalën la ilaha illallah, çka do thotë ajo, çka kërkon ajo për njeriu kur e thotë atë. Po nuk është fjalë që thuhet me gjuhën e njeriu me u bë musliman edhe pse e shfaq haptas kufrit. Prandaj si përfundim i kësaj është se ata që pretendojnë që kuptimi i fjalës la ilaha illallah është se nuk ka të fuqishëm për krijim edhe për shpikje askush tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, kjo interpretim apo komentim i fjalës la ilaha illallah i ka shtyr ata që edhe me adhuru tjerë përveç Allahu subhanahu wa taala. Ata me këtë gjest një mbo më të padijshëm se sa Abu Jahli. Edhe autori do thotë këto po e përmend vetëm Abu Jahlin, nuk i përmend ata dy tjerë që kanë qenë gjallë. Nga se çuçi kemi thonë edhe nderisën e kaluam ata i kanë pranuar Islamin. Ata që kanë qenë së bashku me Abu Jahlin. Prandaj ata kanë kuptuar pastaj fjalën la ilaha illallah më mirë se ta duanshmet. Sidomos në çështën në shekujt e vonshëm, në kohën e autorit edhe në shekujt ose në kohën tonë, pa shekuj që kanë ardhur mësë autorit. Kurse Abu Jahlin do thotë ka vdekur në Islam. Prandaj autori po e përmend vetëm Abu Jahlin dhe po thotë faqabbaha Allahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi asli al-Islam. Prandaj thotë Allahu është shëntoft atë person që Abu Jahli e din më mirë bazën e Islamit, themelin e Islamit se sa ai. Po Abu Jahli ka kuptuar më mirë bazën e Islamit se sa ky person i cili sot e pretendon Islamin përse kundërshton ato me veprën e tij. Vazhdon autori thotë al-khamisatu jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Thot përpjekja e madhe edhe maksimumi që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që agja i tij me pranu Islamin. Po shtregu i kujdes shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që agja i tij me pranu Islamin, po më thon këtë fjalë la ilaha illallah që ai më pas se argument për dal para Allahut subhanahu. Dhe këtë ka bëu pejgamberi sa për dy shkaqe. E para është për shkak të afërsisë që ka pas. Pra ka pas agj, e shkim thonë derisa kalum agj është sikur baba. Do të thonë dy deg për një trungu që do. Edhe e dyta është se Abu Talibi do të ka ndihmuar shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I ka dhuruar shumë të mira. Ka dhënë shumë prej vetes tina. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka falendruar për këtë gjë. Edhe ka dëshiruar që i ka bërë davet deri në momentet e fundit që ndoshta udhëzohet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe shpeson të zjarrit xhenem. I po megjithë këtë do thotë ai ka vdekur kufër, do të jenë zjarr xhenemit. Pra Abu Talibi ka ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe ka licit popullin e vet për shkak të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka pas pozitë lart parinë e Kurajshëve. Mirë po ka qëndruar krahas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka ndihmuar ata. Ai ka licit krejt popullin e tij. Parinë e Kurajshëve të mirat e dunjos kështu më radh. Edhe në publika e ka shfaqur dhe ka thonë unë besoj vërtetësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose vërtetësinë e fjalëve të tij. Madje ka thurë edhe poezi në lavdrim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra ka lavdruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me poezi. Edhe ka duru shumë në ofendimet edhe lindimet që ja kanë bërë të tjerë për shkak të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj personi i tillë meriton që me pas kujdes njeriu që më mundu që me pas sa më shumë dalë që ai më udhëzon rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po çështja është në orën e Allahut, i cili është mukallimul qulub, rrotulluesi i zamrave. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet, inna quluba bani adam kullaha bayna usba'ain min asabi ar-rahman. Ka në vërtet gjitha zemrat e bijve të Ademit, pa njerëzve, janë në mes dy gishtave për gishtave të Allahut. Ke kalbin wahidin, sikur me kanë një zemër. Edhe thot, yasrifuhu haythu yasha. Pastaj Allah rrotullon atë zemër si dëshiron, sipas vullnetit tina. Më njëherë pasojë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është lutur dhe ka thonë, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. O Allah, ndryshuesi zemrave, na ndrysho dhe na rrotullon zemrat në bindje në adhurim ndaj teje. Vazhdon autori thotë sadisatu, çështja e gjashtë është ar-raddu ala man za'ama islam Abdul Muttalib wa islafihi. Thotë pikë hadithi ose pikë kësaj teme përfitohet kundërpërgjigje ndaj atyre që pretendojnë se Abdul Muttalib ka vdekur në Islam. Po Abdul Muttalib dhe para të tij ka vdekur në Islam. E këtu në hadith
thotë ke gabon që do në Abu Jehli ata që kanë qenë vetë, i kanë thënë Abu Talibit e tërka Abu Amilat i Abdul Muttalib, apo ja kthen shpinën miletit të Abu Muttalibit. Po mos i pejgamberi sa më urdhoi që më thon la ilaha illallah, ai do thotë refuzoi këto edhe vdes në kufër, edhe në shirk. Prandaj përmes këtij hadithi po kuptojmë se ata që pretendojnë që Abdul Muttalibi, e vërtetë Abu Talibi ka vdekur në shirk në Islam, po ka hyrë në Islam para se me vdekje dhe ka thonë fjalën la ilaha illallah, çish pretendojnë në Rafidhat, Shiat. Do thotë hadithi po tërbegjizet aty. Ka se fjala fundit që ka thonë Abu Talibi ka thonë huwa ala millati Abdul Muttalib. Ai është në miletin ose në fenë Abdul Muttalib dhe çfarë autori wa aba an yaqul la ilaha illallah dhe refuzoi me thonë la ilaha illallah. Pra Shiat Rafidhat thonë se ai ka vdekur në Islam. Mirë pa hadithi për të përgjigjet qartë aty. As-sabi'atu thot ashtata kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfar lahu. Bel nuhiya an dhalik. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar falje për Abu Talibin. Mirë pa Allah nuk ka falë atina. Përkundërse thot ja ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që më vazhdo me kërkuar falje për të. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeriu që më shumë ti ju kanë përgjigj lutjet e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po me gjithë këtë urtësia Allahut ka kërkuar që mos më përgjigj lutjes tina në lidhje me Abu Talibin, pajën e tij. Nga se çështë thamë çështja është në dorën e Allahut subhanahu wa taala, jo në dorën e pejgamberit sa sa as dorën e dikujt tjetër. Allahu çka thotë kul innal amra kulluhu lillah. Thuaj vërtetë gjithë çështja e takon vetëm Allahut. Është dorën e tij. Po sura Al-Imran ajetin 54. Po ashtu në surën Hud në ajetin 23 Allahu thotë wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu, dhe tek ai pra tek Allahu kthehet e gjithë çështja. Askush nuk ka mundësi me vepru diçka, me punu diçka në këtë univers, përveç Allahu subhanahu wa taala është Zoti i këtij univers. Po ai punon vepron sipas dëshirës së vullnetit të tij. Po ashtu edhe nana pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek në shirk. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka dhënë leje që me kërku falje për to. Prandaj këto hadithe më na tregojnë neve që iftarët e kufrit dhe shirkut nuk e meritojnë faljen në asnjë gjendje. Nëse ka vdekur në gjendje. Po ashtu edhe nuk e meritojnë që na mu lut për ta që Allah më fal. Edhe nëse supozohet se dikush lutet për ta, do të prap nuk i përgjigjet lutja tij. Po do të më di që ai ka bë haram, ka bë gjunah të madh, nëse lutet që Allah më ia fal aty apo më mëshiron. Nga se Allah e ka ndalu këto rëpsisht, me tekst qartë i Kur'anit. Mirë po që është thamë dhe ma lartë, dohet më lutë për ta që Allah më jëllëzu, asgjë më shumë. E vazhdojnë autori thotë, e themin e tu, më darrët të ashabi suja në l'insan. Thotë çështja te që përfitohet është dëmi që shokët e këqij mundën me ia shkaktu njeriut. Po kuptimi i kësaj është se këta dy persona që kanë qenë afër Abu Talibit, sigur mos të ishin atë, atër ndoshta me lejen Allah subhanahu wa taala e kish pranu Islamin që ja ka shfaqë dhe ja ka ekspozu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po këta ja kanë përmend atina zellën apo atë fanatizmin e jahilietit. Po zalltarin don që ka qenë të tonë jetës ka qenë kohën e baballarëve tu. E ata shpëton në fund jetës me lëna të fe. Edhe ka refuzuar këto. Ja kjo për kësaj kuptohet dëmi që ja shkaktojnë shokët e këtij njeriu. Edhe kjo nuk është e veçantë vetëm për shirk, edhe për kufër. Gjithmonë gjitha sjelljet edhe veprat e njeriu, shokët e këtij mundën me ndiku negativisht. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përshkruar shokun e keq, sigur falkatari i cili i fryn zjarrit. Çfarë thot ai ose komë të djeg rrobat ose komë të lanë me erë të keqe, me aromë të keqe. Po komë të kap, ajo aroma e keqe e tina. Kurse për fëmijën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka treguar se ai lin fitrën, atë shpërimi i Islamit thot fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Pastaj thot baballarët e tij ose prindët e tij janë ata që e bojnë jehudi ose krishterë apo me gjus, pa adhurues varrit. Hadithën e parë që përmendëm transmeton Buhariu dhe Muslimi. Kurse këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi, Abu Dawudi, Tirmidhiu dhe të tjerë. Pra e rëndësishme është që njeriu i cili është i mençur, do të ka intelekt shëndosh, dohet mendoj thellë rreth shokëve të tij që i shoqëron. Ai ata shokë të mirë,
apo janë shok të këqij. Pra janë shok të këqij që do të largohet prej tyre, nga se e keqja dhe domi i tyre është më i dëmshëm për të. Se sa malaria apo kolera. Pa edhe shkatrojnë fenë e tina, moralin e tina, sjelljen e tina më shumë se sa që mundet me shkaktu në smundje ngjitse. Apo janë shok të mirë, do që urnojnë për vepra të mira, e ndalojnë për të këqijave, ja hapin dyert e hajrit të mira, e këshillojnë vazhdimisht, ja kujtojnë Allahun në ahiretin e kështu me radhë. Atëherë do të rri me këta shokë, do të shoqërohet me këta shokë. Pastaj vazhdon autori thotë tasi'atu madarratu ta'dhim al-aslaf wal-akabir. Dëmi që i shkaktohet njeriu kur ai i madhron për te kufive para arsit e tij, edhe të mëdhajt e tij, do të thonë ata që kanë të mëdhajt, herojt popullit e kështu me radhë. Arsyeja për se autori sjelltar se qysh e pamë dhe më lart Abu Talibi e ka zgjedhur që me vdek në miletin e Abdul Muttalibit për shkak se ai ka qenë fenë të parëve të tij, parazëve të tij. Po kur Abu Jahli ja përmendë se do thotë parazët e tij kanë qenë kundër në asaj që po të thirr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai zgjedhë kofrën edhe vdesh këtë gjendje. Allahu na ruaj. Po zgjedhë me kundërshtu shariatin fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kjo çështje nuk do të kuptohet në mënyrë të përgjithshme pa kufizuar. Nga se nëse pararet tonë meritojnë që mu lavdëru, meritojnë mu respektua, mu madhru kështu me radhë, kjo nuk dëmton. Pra nëse ata meritojnë to, kanë qenë në hajër, kanë qenë në rrugë të mirë drejt, atëherë na do të mi lavdëru ata. Qysh kanë qenë pararet tonë, pa selefi, gjeneratat e para, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të tjerë. Pa na do të mi respektua ata dhe mi madhru, brenda kufive të lejuar, po me vendos në vendin që e meritojnë, pa e tepruar në lavdërimin e tyre. Pra nëse ne i respektojmë të parë tonë, të mëdhajt e umetit tonë, që kanë jetuar më herët, për shkak të dijes që kanë pas, ose ata që janë gjallë, për shkak të dijes edhe moshës që kanë, që janë më shumë se na kanë dije më shumë, atëherë kjo nuk e dëmton njeriu. Mirë, po nëse ti respekton ata për shkak do thotë batilit kotës, të cilën kanë qenë apo janë ata sot, atëherë kjo e dëmton shumë fenë e njeriu. Për shembull, nëse e marrin shembull nëse dikush sot e madhron apo respekton Abu Jahlin, se ka qenë i pari popullit tina apo Abdul Muttalib në kështu me radhë. Kjo vërtet e dëmton shumë atë. Njeriu nuk dohet që në veten e tij me ndjen ndonjë vlerësim për ta. Shpirti i tij, do thonë zemra e tij me ndjen ndonjë respektim apo vlerësim për ta. Ka sa ata kanë qenë armisht Allahut. Po ashtu nuk dohet ti madhroj apo ti respektoj kryetarët për jo besimtarëve që jetojnë në kohën e tij. Nga se kjo dëmton njeriu edhe fenë e tij. Edhe ka mundësi që shkaku i saj ai do thotë ose zemra e tij më rezultojnë gjëra që kundërshtojnë Islamin. Prandaj njeriu do të me respektu tjetrin apo po themi kushtimisht me madhru tjetrin në varësi të asaj që kërkojnë argumentet me Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo e shohim që Abu Talibi fanatizmi që e ka pas për fenë Abdul Muttalibit, po për fenë paraardhësve të tij, u bë shkak që ai më pas përfundim të keq. Allahu na ruaj pra me vdekje në kufër edhe në shirk. Po muslimani do të ketë kujdes shumë për kësaj. Po muslimani ka obligim që me pranu të vërtetën, edhe nëse ai kundërshton rrugën që kanë qenë baballarët apo gjyshët e tij. Mirë po, që është thamë nëse baballarët edhe të partë e tij kanë qenë në rrugën e drejtë, atëherë pasimi i tyre është hak, është e drejtë. Që është ka thonë Jusufi alayhis salam, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub." Unë kam pasur miletin fenë e baballarëve të mi, Ibrahimit, Ishaqut edhe Jakubit. Po nëse ata janë vërtet në rrugën e drejtë, atëherë pasimi i tyre është i lehtëshëm, madje është i kërkuar. Pastaj vazhdon autori thotë, "El-ashratu shubhatu lil mubtilin fi dhalik, istidlali bi jahl bi dhalik." To dyshimi i pasuesve të kotës në këtë gjë. Nga sa thotë edhe Abu Jahli ka argumentuar me këtë gjë. Me cilën gjë? Po gjëja që e përmend autori ose çështja që e përmend autori ose dyshimi që gjithmonë e sjellin i thartë të kotës është madhrimi i të parëve. Madhrimi i baballarëve dhe i të parëve të atij vendi ose të atij populli.
Kjo është edhe argumenti që ka sjellë Abu Jahli. Kur i tha Abu Talibit e targhabu an millati Ibrahim Abdul Muttalib, apo ja kthen shpinën fesë të Abdul Muttalibit. Edhe këtë dyshim Allahu subhanahu wa taala përmend në Kur'an, në fjalët e tij në surën Zukhruf, në ajetin 23 kur thotë: "Wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna abana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun." Thotë Allahu kështu ka qenë gjithmonë. Sa kemi dërguar ne para lajmërues, pra ne të dërguar tek një popull apo tek një vend banim, sa që kemi dërguar dhe para te. Atër paria ati vendi ka thonë, ne i kemi gjetë baballarë tonë në milat, në një fe, një umet saktum, edhe na kena me ndjekë gjurëm të tyre, kena me shku pas gjurëm të tyre. Po gjithë mund ka qenë kjo dyshimi, apo shubhe që e kanë sjellë pasus e startët kotës kundër pejgamberëve sallallahu alaihi wasallam. Pra, ata ka thonë gjithmonë që para rastet tonë ka qenë vërtetën, pra kështu i kanë llogaritë. Edhe na po i ndjekim ata. Ose ka thonë çysh ka mundësi që na tash mi shkatru ëndrat që i kanë pas ata. Edhe me humb rrugën pas ose me ndjek një rrugë tjetër, jo në rrugën që kanë qenë ata. Pra ata kanë dëshiruar për pasardhët e tyre që me ndjek këtë rrugën dhe tash po i tradhtojnë ata. Njëjtën gjë tash mundon me gjetë edhe tek njerëz që tregojnë fanatizëm ndaj shehave tyne, apo ndaj parëve tyne, ndaj vllajve tyne, apo mëdhëve tyne. To ndërtimin që lënë ndjek. Ata nuk e pranojnë as Kur'anin, as Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ai t'i au sjell ato si argument, edhe ato e kundërshtojnë mendimin e shehit tyne apo mendimin e imamit tyne kështu më radh. A disa prej tyre edhe i bojnë ata si të pagabushëm, që janë Rafidhat, ose Tijanit, ose Kadianit, edhe tjerët. Po thonë që shehat e tyne dhe imamet e tyne janë masumin, pra janë pagabushëm, kur nuk gabojnë ata. Çdo fjalë që e thonë, çdo mendim që e thonë ata e kanë saktë. E thonë saktë. Kurse Kurani dhe Suneti mundën me gabu. Çto thonë ata? Pra kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin për shkak të imamit apo të shehit tyre. Prandaj është obligim për njeriu që me kon pasus edhe ndjekës i asaj me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse ata që kundërshtojnë atë, e kundërshtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pe imamave, pe të parëve, pe udhëheqësave, pe paraardhësve kështu më radh, atë nuk dohet që ata mi bë peshore për Kur'anin dhe Sunetin. Po me argumentu me fjalë tyre kundër Kur'anit dhe Sunetit. Por kundër asaj do të që Kur'anin dhe Sunetin me bë peshore për fjalët dhe mendimet e tyre. Edhe nëse këta imama janë prej ehli Sunetit, po nëse këta dietarë janë prej ehli Sunetit, atyre do të më gjetë, do thotë një arsye tim, një justifikim. Pse e kanë kundërshtuar Kur'anin dhe Sunetin? Po nëse janë që e meritojnë to, pra çu thon, nëse janë pi dietarëve apo imamëve të ehli Sunetit. Po themi që ose nuk ju ka arrit argumenti, ose do thotë e kanë keq interpretuar ose e kanë keq kuptuar kështu më radh. Po justifikimi me arsyetime ndryshme të cilat i ka përmend dietarët e libri më i mirë që u shkruan këtë temë është libri i Shehul Islamit Ibn Taymijes, i cili quhet, nëse zgabon është përkthyer në shqip, Raful Malam anil A'immatil A'lam. Largimi i çortimit prej dietarëve të mëdhenj. Po çysh i arsyetojnë ata kur ndoshta ndonjë fjalë tyne apo mendimi tyne ka kundërshtuar Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nëse personi është që do thotë rruga e tij që ndjek, baza në cilën ai bazohet dhe mbështetet është e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin, ata për to nuk ka arsye, nuk ka justifikim. Ato nuk e arsyetojnë. Vazhdon autori thotë el-hadiyatu ashara, e 11 është shahidu li qawli al-a'mali bil khawatim li'annahu law qalaha la nafa'athu. Në këtë temë ka dëshmi se veprat janë sipas përfundimit. Po sipas përmbylljes, përfundimit. Çish përfundon jeta e njeriu? Nga sa thotë sigurisht po Talibi ta kishte thonë këtë fjalë kish bë dobi. Pastaj edhe mini thotë kjo dobi ose kjo çështje përfitohet nëse bazohemi në atë mendimin që kemi përmend dersën e kaluar që hadithi që ka thonë që kur i ka ardhur vdekja Abu Talibit, pra qëllimi është kur kanë filluar mi zbrit shenjat e vdekjes. Jo kur ka qenë afër vdekjes, pra duke dhënë shpirt. Po autori po thotë që sikur ta kishte thonë ai këtë fjalë, po në këtë gjendje, po sipas kësaj me kuptonin se autori ka pas mendimin
qëllimi i hadithit kur i ka ardhur vdekja Abu Talibit është kur kanë filluar mi u shfaq shenjat e vdekjes. Jo kur i ka zbrit vdekja në shtrat. Po çfarë kemi përmend dy mendimet në dersën e kaluar. Po autori po thotë sikur ta kishton këtë fjalë, këtë gjendje, duke besuar me zemrën e tij. Pra, përputhje me mohimin edhe pohimin që përmban fjala la ilaha illallah, atë kjo kish bë dobi. Edhe ai kish vdekur te tauhid. Po ai kish bë dobi te Allahu subhanahu wa taala, ai kish bë dobi ndërmjetësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk ka vepruar asnjë vepër. Nga se, do thonë njëri na gjën nuk mund me bë asnjë vepër, është afër vdekjes. Edhe pse thotë, ndoshta ton jetën e ka kaluar si jo besimtar, edhe duke mohuar, duke refuzuar këtë fjalë. Mirë po, nëse momentet e vdekjes se kish thonë, atëherë na duhet që me pranu këtë fjalë për çdo kujt që vjen. Nëse dim që një njeri të jetën e ka kaluar në kufër edhe në shirk, mirë po e dëgjojmë që në momentet e fundit po thot fjalën la ilaha illallah, atëherë na do të llogarit ato si musliman. Duhet me gjyku për to me gjykimet dhe ligjet e Islamit. Pra me ja fal xhenazën, me ja la xhenazën me çefinos, me ja falë më lut për ta kështu më radh. Nga sa ai nëse ka thonë sinqerisht me zemrën tina, atëri bën dobi te Allah subhanahu wa taala. E nëse nuk e ka thonë atë neve, nuk na lejohet me gjyku për zemrën tina, çka për zemrën. Nga se zemra është çështja e Allahut. Ne do të me gjyku vetëm me të jashtme, atë çka e shohim apo që e dëgjojmë për njerëzve. Edhe kjo që ka sjellë këtë dobi autorit është në përputhje apo e vërteton fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo fjala e pejgamberit sa më vërteton këtë dobi që ka sjellë autori, hadithin e Abdullah ibn Mas'udit, i cili thot inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-janna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Ndonjëherë për juve bën vepra të banorëve të xhenetit, derisa nuk mbetet mes tij dhe saj, edhe do thot mes tij dhe xhenetit veçse një kot. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Atëri paraprin atij shkrimi libri i Allah subhanahu wa taala, çka është shkruar, do të thotë ka me vdekje si jo besimtar. Sot edhe hyn në zjarrin e xhenem. Edhe kundër thot inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sot edhe kundër dikush me ju ka mundësi me bë vepra banorë të zjarrit të xhenemit, derisa nuk ka mes tij dhe mes zjarrit veçse në kod fesmi ku alehi në kitab, mirë po thot pasaj i paraprin ati shkrimin, a që ka shku Allah subhanahu wa taala për ta. Fe ya'malu bi 'amali ahli al-janna fa yadkhul. Thot edhe punon me veprat e banorëve të xhenetit edhe hyn në xhenet. Po veprat janë sipas përfundimit. Ashtu që janë përfundimi njeriu. Edhe vazhdon thotë thanje tu 10 e 12 e ta'ammulu fi kibri hadhihi ash-shubha. Fi qulubi ad-dallin, thotë do të me përcia, do të me meditu se sa e madh është ky dyshim në zemrat e njerëzve të humbur. Sa i madh është ky dyshim në zemrat e njerëzve të humbur. Po çfarë është qëllimi me dyshim? Dyshimi që ata sjellin kur doin me kundërpërgjigj thirrsa në tauhid. Po pi pejgamberëve të Allahut e tjerë që kanë ndjek rrugën e pejgamberëve, pa që nga thirrja e tauhidit dhe kanë ndaluar pishin. Po dyshimi është që ata e sjellin se na i kemi gjetë porton dhe na vazhdojmë rrugën e tyre. Kemi gjetë këtë rrugë pranë shirk, edhe na vazhdojmë rrugën e tyre. Nga sa thotë autori, li'anna fil qissati annahum lam yujadiluhu illa biha. Nga sa thonë këtë ngjarje na po e shohim, këtë tregim po e shohim që ata nuk kanë polemizuar me pejgamberin sa mëson vetëm me këtë dyshim. S'kan përmend argumente të tjera. Po gjatë debatet polemikës syne kanë sjellë vetëm këtë dyshim, kur gjë tjetër më shumë. Ma mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takriri. Edhe sa pejgamberi sa mundu shumë, edhe vazhdimisht ja ka përsërit, thonë fjalën la ilaha illallah, mirë po thotë ata s'kan pruar asnjë argument tjetër veç se këtë dyshim. Faliajli 'azamatiha wa wuduhiha 'indahum ikhtasaru 'alayha. Prandaj për shkak thotë se ky dyshim ka pozitë të madhe në zemrat e tyre. Po ka vlerë të madhe në zemrat e tyre. Po është dyshim i madh që është i vendosur në zemrat e tyre, është i qartë thotë. Për ta thotë ata janë kufizuar vetëm këtë dyshim. S'kan përmend asnjë argument tjetër. Janë kufizuar edhe ju mjaftu vetëm me këtë dyshim. Këto janë, do thotë ato dobit që i sjell autori, dhe që prifton mbi kësaj teme. Kurse Sheikh Fauzani, Allahu mëshiroft, po autori sjell gjithsej 12, ose Sheikh Fauzani shton edhe disa tjera. Thotë para
që përfitohet për kësajna është, për kësaj teme është se këto e kuptojmë ligjësimin e davetit për të Allahu subhanahu wa taala. Po që është i ligjshëm, do të më bëj davet çdo kohë. Ka sa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka orë të axhaj ti, edhe ai ka qenë në agoninë të vdekjes, pra momentet e vdekjes. Thot për çka ka vizitu? Për shkak se më thirr thot në rrugën e Allahut, më thirr drejt Allahut. Andaj thot për kësaj përvetohet që njeriu vazhdimisht do të më thirr tjetër te Allahu subhanahu wa taala. Edhe kur nuk do të më të shkruaj. Kur nuk do të më humb shpresën. Kur nuk do të më thonë që unë bëna davet, mjaft njerëz që pranojnë davetën apo mjaftojnë me kaq. Po kur nuk do të më tregu dembel, më të shpruaj me humb shpresën, mi po vazhdimisht do të me kanë i vazhdueshëm, po mi thirr tjerë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Mos më thonë që njerëz valla i thirrën mjaft ata që pranojnë. Ose më thonë nuk ka hajër këta njerëz. Se u lodha të i thirrë dhe këta s'pe pranojnë thirrën, s'pe pranojnë islamin. Po njeriu vazhdimisht do të mi bëhet davet njerëzve të Allahut subhanahu wa taala. Ai që e pranon, elhamdulillah. Kurse ai që nuk pranon, u ngrit argumenti kundër tij, edhe do thotë këtij davetxhis thirrësit i bëhet shpërblimet e Allahut subhanahu wa taala. Çështja tjetër thotë që përfitohet është se këtë hadith ka argument që është e lehtëshme me vizituar smutin, i cili është mushrik, me qëllim që mi bë davet. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vizituar xhenin e tij, ai ka qenë mushrik, me qëllim që mi bë davet. A këtu ka argument që lejohet me shumë me vizituar smutin, edhe pse është jo besimtar, ose pse është mushrik, me qëllim që mi bë davet për te Allahu subhanahu wa taala. Tjetra thotë që është shumë e rëndësishme që përfitohet është se ai që thotë la ilaha illallah, pra këto vetëm e përmendëm pak më lart, pranohet prej tina. Ai që thotë fjalën la ilaha illallah, pranohet prej tina, kena obligim me pranu prej tina. Edhe do të më xhiku me islamin e tij. Por derisa thotë nuk shfaqet prej tina një gjë që kundërshton islamin. Ndonjë vepër apo ndonjë fjalë që haptaze kundërshton islamin. Do të nëse prej tij del diçka, shfaqet diçka, vepër apo fjalë që kundërshton islamin, pra rënon edhe azhëson këtë fjalë la ilaha illallah, atëherë thotë gjykojnë që ai është ka dalë prej fesë të Allahut subhanahu wa taala, o ka bërë ridë. Kurse personi thotë që nuk ka shfaq diçka, i gjërave që azhëson islamin apo kundërshton islamin, atëherë thotë ne thotë gjithsesi duhet me gjyku për të që është musliman. Nëse është i sinqert thotë në atë fjalë, atëherë kjo është mes tij dhe mes Allahut. Ai është musliman i vërtet. Nëse është gënjeshtar, nëse është rënc, atëherë prapë thotë është mes tij dhe mes Allahut, dhe ai është munafik. Kurse neve thotë çështja thotë i takon çështja e takon Allahut subhanahu wa taala. Kurse ne do të gjykojmë vetëm me veprat apo fjalët e jashtme të njerëzve. Çështja tjetër thotë që përfitohet është se në këtë temë ose në këtë ajet ose në këtë hadith ka ku tërbegjigje ndaj murxheve. Murxhet thotë çka thonë? Ata thonë që imani është vetëm e njoft apo vetëm besim. Nëse një Allah, nëse e beson, mjafton që njeriu mu bë besimtar. Pra nëse njeriu e njeh Allahun me zemrën e tij, apo beson la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, nuk e pran asnjë vepër tjetër për Islamin, atëra është musliman. Nga se tek murxhiat veprat nuk janë kusht e imanit, por nuk janë pjesë e imanit. Po thjesht ata thonë imani është njohje apo besim me zemër. Nëse njeriu thotë këto beson me zemër, atëherë mjafton. Edhe kjo është një gjë e kotë. Do nuk është e vërtetë. Nga se sikur të kishin kështu, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kishte pranuar njohjen apo besimin me zemër që ka pasur Abu Talibi për shpalljen me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kishte llogarisë islam. Ka se që shtama më lartë Abu Talibi ka pranuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ka pranuar sinqeritetin e tij dhe vërtetësinë e tij. Mirë po ka refuzuar me thonë me gjuhë. Allah subhanahu wa taala thot për mushrik: "Fa innahum la yukadhibunaka, walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun." Do të mushrik nuk të përgënjeshtrojnë ty, po nuk llogarisen ty si gënjeshtar. E dinë që ti je i dërguar i Allahut. Mirë po ata i mohojnë. Pasi to folja yajhadun është se i refuzojnë pasi e ka kuptuar vërtetësinë e tyre. I mohojnë ajetet e Allahut pasi që ka kuptuar që ato janë të forta. Po për shkak të mendjevallësisë, që thamë më lart. Për shkak të fanatizmit xahilietit që e kanë. Për shkak të zellëzarisë, do të thotë. Fanatizmin në fenë të parë dhe kështu me radhë,
nuk e pranojnë davetin, edhe pse me zemrat e tyre e besojnë. Allah subhanahu wa taala gjithashtu gjikon e tregon për Musën se i ka thënë faraonit: "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Çka i ka thënë Musa faraonit faraonit? Po ti tash veç se e din se këto ajete nuk i ka zbrit askush tjetër përveç Zotit qiellit dhe tokës. Si fakt e prova për njerëz. Po faraoni ka ditë me zemrën e tij dhe i ka pranuar me zemrën e tij se ato ajete që ja ka sjell Musa janë të vërteta. Mirë po me një madhësia, inati, do të arrogancë nuk e ka lënë me pranu. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot për mushrik: "Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa." Ata i kanë mohu, i kanë refuzuar këto ajete të Allahut. Mirë po thot me veten e tyre, zemrën e tyre i kanë bindur që janë vërtetë. Të këto kanë bërë si padrejtësi dhe kryelartësi. Pra kanë refuzuar të vërtetën me kryelartësi, me mendjemallësi. Kurse në zemrat e tyre i kanë bindur që ato janë të vërteta. Po ashtu Allah subhanahu wa taala tregon për Jehud, hebrejt që kanë qenë kohën e pejgamberit, e kanë ditë që është i dërguar i Allahut. Çfarë thot Allahu? "Alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum." Atyre që ka dhënë librin, po i thonët librit marsh. Ata e njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ashtu që i njohin bijtë e tyre. Po i njohin shumë mirë që është i dërguar i Allahut. Mirë po nuk e kanë pranuar me gjuhën e tyre. Prandaj në këtë ajet ose në këto ajete që i përmendon, këtë hadith ka kundër përgjigje ndaj murxheve. Ose një grupi të murxheve që thonë se besimi është vetëm me zemër, ose njohje me zemër, jo më shumë. Pra njeriu vetëm me besu me zemër ose me njoft Allahun me zemër është besimtar. Edhe pejgamberi sallallahu edhe Abu Talib e ka ditë që Muhamedi sallallahu është i dërguar i Allahut. Edhe këto madje ka shfaq hapë të zellën poezitë e tij. Për shembull, pi poezive që transmetuar pi tinë është se ka thënë: "Wa laqad alimtu anna dina Muhammedin min khayri adyanil bariyati dina." Thotë kam e di bindshëm që feja me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është feja më e mirë që ekziston te njerëzit. Por nuk ka fe më të mirë. "ولولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا." Thotë sigurisht mos kishin fakti që muna mu çortu ose mu shoh do të popullit e kështu me radhë, mo ofendu mu shoh, ata dalën kishë bëj që unë e pranoj atë fe në mënyrë të qartë. Nuk e la pa e pranoj. Po ajo që e ka pengu mos me pranu fenë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është që kur i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la ilaha illallah, ka thënë që huwa ala millati Abdul Muttalib wa jam milletën e Abdul Muttalibit, kështu vdes. Po pse ka ditë që është i dërguar i Allahut, nuk e ka pranuar me gjuhën e tij. Nuk e ka pranuar davetin e tij. Prandaj imani nuk është vetëm njohje. Kjo është shumë e rëndësishme, do të më shpjegoj njerëzve. Se shumë njerëz nuk e dinë këtë. Ose thonë imani është zemër, ose kryesori është me pas zemrën e pastër e kështu me radhë. Imani nuk është vetëm njohje me zemër apo besim me zemër. Po imani është besim me zemër, thënie me gjuhë, pra me pranu me zemër, me gjuhë edhe me vepra. Pra me imani i ka këtu trija. Ai që nuk e plotson njërin prej tyre, atë nuk ka iman. Është shumë e rëndësishme këto gjëra do thotë më u shpjegoj njerëzve, nga se shumë prej tyre nuk e dinë. Edhe fundit si dobi që sjell Sheikh Fauzani, e që thotë është çështja për cilën edhe autori ka shkruar këtë temë apo ka sjell këtë temë, është se me këtë temë kundërpërgjigjemi mushrikëve, cilët zemrat e tyre lidhen me evliat apo me njerëz të devotshëm. Edhe i lutin ata në vend të Allahut. Pa thotë këtë temë kuptuam se për derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk posedon apo nuk zotron për axhin e tij, udhëzimin, pra nuk mundet me udhëzu ata. Atëherë më përsor është që pejgamberi sallallahu nuk mundet me udhëzu të tjerë pas axhës të pejgamberit, pas axhës të tij. Po për derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas mundësi mi bë dobi axhës të tij, i cili e ka ndihmuar më shumë. Atëherë thotë më përsor është që pejgamberi sallallahu nuk mundet me ndihmu të tjerë. E për derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka mujt me udhëzu axhën e tij, atëherë është më përsor që nuk mundet me u bë dobi të tjera në çështje që janë më të vogla se sa udhëzimi. Do thotë dobi pi dunjos apo të ahiretit, apo çështje që janë ngjashme me udhëzimin e kështu me radhë. Okej, këto gjëra janë dorën e Allahut. Këto çështje i kthehen Allahut subhanahu wa taala, ashtu që e përmendëm edhe në fillim dersit. Edhe këtu përfundon kjo temë, inshallah, do të thonë dersi tashmë do të fillojmë me temën e 19.
Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.